I pari, për Allahun xhelalu ala, çfarë i bie vëllezër? Ai cili, për shembull, qielli, toka, kodrat, njerëzit, xhinët, gjallësat, melaçët, të gjitha kanë një kohë të lindjes, kohë të krijimit, kohë të daljes në ekzistencë. Thot Imam Ibn Xheriri, emri i Zotit El Awwal është ai cili në zaman nga ana e kaluar spreket me fund. Nëse thu sa përpara, për shembull na për njerëzit mundna me thonë apo çish flasin shkencëtarët, do njerëz shpesh edhe me të supozuar, me gjujt me ngajb, ky universi ka 4 milion apo 8 milion apo 500 miliard apo na mundna me bëj ka sa dush. Shekhu se më thot kush i vërteton këtë? Na mundna me thonë për shembull 500 miliard vite për ta duk shumë e madhe, apo mirë, për Zotin xhelel xhelalu, nëse kthehemi prapa në zamanin e kaluar, a ka përfundim? E fjala e Zotit për emrin e tij El Awwal, thot Ibn Xheriri, është se s'ka fillim. Pra El Awwal është ai i cili s'është parapri me zaman dhe zamani nuk e kap Allahun hiç fare. Allahu zamani nuk e kap hiç. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, Allahu e ka krijuar zamanin. Këtë sahatin na shka e përdorna, Allah e ka kriju për neve. Allahu s'ka sahat, s'ka zaman, te bareke ve teala. Pra e ka krijuar realisht në sahati, çka është? Andaj tash kjo temë jo e trishtueshme, po ka nevojë për sharime më të detajshme. Andaj kësaj teme do t'i kthehemi prap me lejen e Zotit te bareke ve teala. Zamani vëzër çka është? Tik tak, apo sahati. Shkon një sekundë andej, çfarë i bie që kjo? Ka lëviz një sen pikne, pak më andej. Andaj Allahu sahatin e ka thjeshtuar në Kur'an, çfarë ka thonë? E ka krijuar lëvizjen e diellit dhe të hënës për çfarë? Me matju sahatit. Në dielli del lëviz, pin lindje, në perëndim. Na çeta e çujna mëngjes, akşam. Mirë, çket lëvizje diellit Allahu e ka. Heke diellin. Heke diellin, s'ka lëvizje kur gjao. Në s'ka zaman. E Allahu xhelalu ka krijuar zamanin. Andaj ne jemi njerëz krijesa që lëvizim me zaman. Lëvizim me zaman. Allahu s'ka zaman. Andaj nuk paraprihet, andaj nuk i dilet kërshi, andaj kur gjosi hik ati. Se s'punon me zaman. Çdo gjallës punon me zaman. Pra ti vëzër, për shembull, për me shkuti ku dush, lëvizjen më të vogël duhet zaman, edhe duhet hapësirë. Nëse do me bën një lëvizje, duhet zaman. Po prit ta ngriti çta, ta zbriti çta, ta lëvizi çta, edhe duhet hapësirë. Allahu nuk i duan këto, te bareke ve teala. Allahu xhelel xhelaluhu nuk i duan këto. Andaj thot Imam Ibn Xheriri, El Awwal është ai i cili nuk është paraprir në të kaluarën me kufi zamanit. E tani vëzër, menja njerëzore s'ka sultan në këtë pikë. O menja njerëzore ka shumë gjëra që i ka zhvillu, i ka pa, ka perceptu, i ka kap. Mirë po, ti thuash mendjes njerëzore, intelektit, arsyes, se a mund është me ma shpjegu si i bije, pa fillim, pa kufi, s'mundet me shpjegu. Andaj këtu vëzër, ne themi se i bindemi Zotit ton te bareke ve teala, andaj madhria e tina nuk ka mundësi mu kap nga mendjet e mangëta.